Sa po prekëm dy tema të rëndësishme dhe universale, atë të rolit të institucioneve fetare në Shqipëri këto 24 vjet, që kur ato u rihapën pas dekadash të tëra të regjimit komunist, por edhe tolerancës fetare, dëshmuar dhe nga mbajtja e lutjeve muslimane në katedralen kombëtare këtu në Washington. Të dyja këto tema janë të njohura për Dom Gjergj Metën, famutar, ikon katedrales Shën Luçis në Arqidiocezën e Tiranës dhe Durrësit, i cili trajtoi ato dje në bibliotekën e Kongresit. Dom Gjergjin e kemi të ftuar sot në studion ton, mirë se vini. Mirë se vini, faleminderit shumë për ftesën. Fillimisht siç e pam edhe nga materiali për shërbesën në katedralen e kombëtare të Washingtonit, toleranca është shumë e rëndësishme në marrëdhëniet fetare dhe në Shqipëria është përmendur shpesh si një shembull i tolerancës dhe i bashkëjetesës, më mirë të themi. Në këtë lloj konteksti pra të veçantë të Shqipërisë, nga çfarë këndvështrimi mund ta shohim të tolerancës dhe bashkëjetesës mes besimeve në Shqipëri? Po, sigurisht, bashkëjetesa në Shqipëri nuk ka vetëm një aspekt teorik të saj. Pamjet që na serviri edhe televizioni juaj në Shkodër, në përkujtimin e rihapjes objekteve fetare, na tregon që ky realitet në Shqipëri është një praktik. Është një gjë që jetohet. Në fakt, dy momentet e bukura që jepin edhe pamjet, kur pamjet nga mesha e parë e Dom Simoni dhe pamjet nga hapja e xhamisë së Plumbit në Shkodër. Tregojnë dhe pa dyshim që në të dy këto, qoftë në njërin, qoftë në tjetër, ka pas besimtarë nga të dyja besime, thjesht për të gëzuar bashkë me tjerët për rihapjen e kësaj lirie kaq të madhe sikur se është liria e besimit. Por në Shqipëri, në fakt, në gjithë këto vite, të paktën mund themi nga pavarësia e deri sot, nuk është shënuar një problem që ka ardhur nga fakti se shqiptarët kanë besime të ndryshme fetare. Sigurisht shqiptarët nuk janë marrë vesh kur kanë besime të ndryshme politike, por për besime të ndryshme fetare nuk kanë pasur asnjë pengesë ndonjëherë që të merren vesh për të bërë diçka bashkë. Pavarësia është fruti një bashkëpunimi të tillë. Dje në librarinë e Kongresit përmenda edhe Kongresin e Manastirit për vendimin për alfabetin, ishte një frut i një bashkëpunimi të tillë. Dhe gjëra të tjera në jetën e Shqipërisë, për shembull, mund të marrim edhe çështjen e ndarjes territoriale të Shqipërisë në vitin 1913, ku një i peshkëv, sigurisht ishte Monsinjor Luiq Bumçi, pati një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e integritetit territorial të Shqipërisë. Pra, institucionet fetare kanë dhënë veças, por dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin, një model se si Shqipëria mund të jetë. Ju ishit një nga organizatorët kryesorë, pra morët pjesë në organizimin e vizitës Papa Franceskut në Shqipëri. Me 21 shtator. Nga të gjithu konsiderua një vizitë suksesshme dhe frymëzuese për shqiptarët, pavarësisht se kujt besimi i takonin. Unë desha të pyes që kur Papa Francesku është në krye të selisë së shenjtë, ai ka mbajtur disa qëndrime që janë paksa të ndryshme nga paraardhësit e tij. Ka folur për që pranon teorinë e evolucionit, në sinodin e fundit hodhi disa ide që nuk janë përqafuar më parë nga Kisha Katolike kur foli për çështje sociale si martesat edhe tema të tjera të ngjashme. Si e ka pritur këto ndryshime kleri katolik shqiptar, po dhe besimtarët katolik? Po, e para punës nuk kemi të bëjmë me ndryshime, kemi të bëjmë me një reflektim. Në Kishën Katolike, gjithmonë në Kishën Katolike ka një mundësi dhe hapje për reformë. Në të paktën në Kisha Katolike gjithmonë ka treguar se reformat i ka bërë me kalimin e kohës. Reforma ka dy aspekte, saj ka një aspekt të vazhdimësisë, ka dhe një aspekt të ndërprerjes. Në përgjithësi, reflektimi i jetërve sinodal, sidomos në sinodin e fundit për familjen, ka qenë në drejtim të një qasje baritore dhe përkujdesje ndaj disa situatave që janë krijuar në realitetin bashkohor modern ku ne jetojmë, sikurse është për shembull çështja e divorcit në familje, sikurse është për shembull çështja e personave me prirje homoseksuale që kërkojnë njohjen e lidhjes së tyre si martesë.
problemet që kanë të bëjnë për shembull edhe me aspektet e tjera të familjes. Këto janë vetëm disa tema që janë hapur për reflektim, ndërkohë ka një vit kohë në cilën kisha do të reflektojë mbi këto gjëra dhe në vitin 2015 do të bëhet një sinod tjetër i Kishës Katolike ku do të ridiskutohen këto çështje dhe do të merren vendimet e duhura në lidhje me disa tema, me shumë tema, por këto dyja kanë qenë ato pak më të nxehta, themi, sidomos çështja e personave të divorcuar dhe të rimartuar dhe çështja e personave me prirje homoseksuale në momentin që ato kërkojnë që lidhja e tyre të legalizohet. Tani Kisha Shqiptare për momentin sigurisht ne kemi pas aty Monsignor Angelo Masafrën që ka qenë përfaqësuesi i Kishës Katolike në këtë sinod kaq të rëndësishëm, por Kisha Katolike Shqiptare po punon në këto drejtime sigurisht në reflektimin e mëtejshëm duke parë situatën shqiptare. Falë Zotit, Shqipëria ka ende një familje shumë të shëndetshme, shumë të mirë, shumë të fortë. Me gjithë vështirësitë që ka, sigurisht sepse ne i dimë vështirësitë që kanë familjet në përgjithësi, por vazhdon të ketë një familje të mirë, të bazuar mbi martesën ndërmjet një burri dhe një gruaje. Kjo është familja tradicionale, kjo është ajo që ne mundohemi të promovojmë dhe të përçojmë në Shqipëri. Po, të kalojmë pak në një temë tjetër, siç e pam. U bën 24 vjet që kur i hapën institucionet fetare në Shqipëri. Desha të dija mendimin tuaj për trashëgimin që ka lënë pas ajo periudhë mos lejimit të këtyre institucioneve dhe të ushtrimit të fesë, cilat janë sfidat e sotme të Kishës Katolike. Po, mund themi që ajo periudhë na ka lënë trashëgim asgjën, na ka lënë trashëgim shkatërimin, por jo aq shumë shkatërimin e institucioneve të kultit se sa zbrazjen e njeriut. Njeriu i ri komunist është njeriu i zbrazur nga çdo lloj vlere. Dhe institucionet fetare, Kisha është munduar që gjatë këtyre viteve pikërisht mundohet të mbushi këtë zbrazti që krijoi komunizmi në jetën, në mendje dhe në zemrat e shumë njerëzve. Në këtë pikë Kisha Katolike mundohet që të hedhë një ide ose të punoj në drejtim të formimit të njerëzve, sidomos për sa i përket asaj çka është e mira e përbashkët në rrafshin social. Nuk e di nëse e keni marrë, por këto ditët e fundit ka dalë edhe një deklaratë e konferencës së peshqvore të Shqipërisë, në të cilën Kisha Katolike vend theksin në dy probleme sociale që janë në Shqipëri: prishjet e ndërtimeve pa leje, si për shembull ato familje që prishën ndërtimet, qeveria duhet garantojë përpara që të gjetë një shtëpi tjetër. Sigurisht, Kisha Katolike ka vënë theksin edhe tek paga minimale e familjeve. Duhet të ketë një pagë minimale e cila garanton të paktën jetesën e një familje normale, sepse ka njerëz që janë në varfëri shumë madhe dhe nuk kanë mundësi as për pagën minimale. Kështu që Kisha Katolike është e kujdesshme ndaj çështjeve sociale që ndodhin në Shqipëri dhe thot mendimin e saj dhe mundohet të jetë një ndihmë, sidomos në formimin e të rive nëpër institucionet e edukimit. Kisha Katolike ka shumë shkolla në të gjitha nivelet nëntëvjeçare, ka shkolla të mesme dhe ka dhe një universitet katolik ku përgatiten të rit për të ardhmen. Kështu që Kisha Katolike po punon shumë, sidomos në drejtimin e formimit. A ka edhe punë për të bërë më shumë? Sigurisht që duhet të punojmë akoma edhe më shumë, por mendoj që jemi në një rrugë mjaft të mirë pune. Po, Dom Gjergjo, faleminderit që erdhët tu dhe që ndat me ne idetë tuaja. Faleminderit juve.